Më 19 tetor 2025, ai doli fitues në zgjedhjet lokale në komunën e Vrapçishtit, por pavarësisht vullnetit të shprehur të qytetarëve, rezultati zgjedhor nuk u përkthye më njëherë në marrjen e mandatit. Zgjedhjet u shpallën të dështuara për shkak të mosarritjes së censusit, duke hapur një kapitull të pazakont zgjedhor, i cili u shoqërua me paqartësi ligjore dhe lodhje politike. Edhe pse sipas tij, ligjërisht duhet të kishte një rreth të dytë zgjedhor, në 4 komunat ku nuk u arrit censusi, u vendos të organizohen zgjedhje të reja, të cilat u mbajtën më 11 janar. Kjo solli 2 fushata zgjedhore radhazi, një proces që rëndoi mbi supet e kandidatëve në garë, por edhe mbi vetë qytetarët. Më 11 janar, ai rikonfirmoi edhe njëherë besimin e elektoratit, duke fituar mbi 61% të votave dhe duke u zgjedhur kryetar i komunës së Vrapçishtit. Faleminderit që përzemrat qytetarë të komunës së Vrapçishtit. Urime fitoren, kjo fitore është juaja. Pas marrjes së detyrës, në një bashkëbisedim të parin me të, Isen Shabani ofron një retrospektiv të këtij rrugtimi zgjedhor, duke ndarë momentet e fitores, por edhe sfidat e një procesi që, siç thot ai, ishte i mbushur me goditje të njëpasnjëshme, por pa e zbrapsur nga qëllimi i tij. E vërtet është se kemi pasur një cikël zgjedhor nga 6 muaj, një proces zgjedhor që zgjati 6 muaj ditë. Zgjedhjet kanë qenë të rënda, po mund të them edhe këta zgjedhje kanë qenë shumë të follitura nga ajo që ne njohim, domethënë ciklet zgjedhore dhe që kemi udhëhequr, këta zgjedhje përmenda domethënë më të rënda, më të gjata dhe më të follitura, që nuk ka ndodhur kurrë më parë. Rezultatin e dini nga numri i përgjithshëm, domethënë dalja që ka ndodhur. U vërtetua ajo që kam deklaruar më 19 tetor të vitit 2025 në komunën e Vrapçishtit ka pasur bojkot, edhe pse tani përsëri nuk u arrit censusi, rritje kishim domethënë nga dalja e 19 tetorit në janar diku 1400 votues, domethënë ku përfshihet edhe pala maqedone, që edhe ato tani dulën më 11 janar, ishin domethënë morën pjesë në këto zgjedhje. Po përsëri nuk u arrit censusi, mirë po kushti ishte sipas ligjit, domethënë që nuk vlen më aplikimi i censusit. I keqardhur për mënyrën se si u zhvillua gara zgjedhore, Shabani shprehet se gjatë këtyre zgjedhjeve nuk u respektuan as vlerat elementare njerëzore. Të vërtet nga ajo nuk ka pasur asgjë, si gjithë qytetarët, besoj që tani jemi në kohën e avancuar, domethënë teknologjisë avancuar dhe e njohim mirë dhe dim ta çdo kush nga ne dita punoj atë dhe çdo gjë që ishte e montuar. Shantazhim më vjen keq për ata të cilët bën aq ulët, ran aq ulët në atë nivel, sa që nuk ditën ta ndajnë domethënë kampanjën nga etika, morali, që gjithë kjo fëlliqësirë që unë i them, unë ngelet, unë mbetet dhe të qytetarët u adhan rezultatin, në fund morën atë që meritojshin nga ajo, dhe ne kemi absolut një rezultat bindës fitues nga kundër kandidatit cilin e patëm. Pas shpalljes së rezultatit zgjedhor të 19 tetorit, komuna e Vrapçishtit mbeti pa kryetar, ndërsa qeveria emëroi një përfaqësues të saj për të garantuar funksionimin normal dhe për të shmangur bllokimin e institucionit me mandat të përkohshëm deri në zgjedhjen e kryetarit të ri. Në këtë kontekst, e pyetëm Isen Shabani se në çfarë gjendje e gjeti komunën pas ndërprerjes 2 mujore dhe si e vlerëson punën e të besuarit të qeverisë gjatë kësaj periudhe. Realisht, aja s'pak nuk është marrë me komunën, punët që duhet të me thëmë punët e përditshme dhe ato procedurale dhe institucionale që janë. Realisht e ka kërkuar në për komunë të gjejë dokumentacion për të shfrytzuar për kampanjë, për shantazhim, për politikë ditore, kështu me radhë, po është turp se gjitha sektorëve është drejtuar me shkrim, që t'i japin dokumentacion që ai ka menduar se ka diçka shkelja, po
diçka që ai mund ta keq përdor, domethënë për imazhin tim në kampanjë. Gjitha dokumentacioni është me shkrim dhe është në arhiv. Kur tani kam marrur të lexoj, më ka ardhur për të qeshur se cila pas ka qenë detyra ati, janë i besuar i qeverisë, pas ka pasur mision, a për fat të keq diku ka 200 klient të cilët tani duhet t'i punoj për periudhën që unë nuk kam qenë, kam gjetur domethënë në sektorin e arsimit dhe sektore tjera ku gravitoj në komunën e Vrapçishtit, në objektin edhe në Vrapçisht, ka diku afërsisht 200 klient që tani duhet t'i punoj intensivisht, se kanë afate kohore. Edhe di land kam që kemi humbur nga gjigji që nuk ka bërë ankesë në afat prej 8 ditëve, nuk është ankimimi në gjykatën e apelit. Pavarësisht faktit se komuna e Vrapçishtit do të vazhdojë të drejtohet nga i njëjti kryetar, Shabani thekson se ky është një mandat i ri i cili kërkon edhe një riorganizim të ri institucional. Sipas tij, ndryshimet do të përfshin kabinetin, sektorët dhe drejtoritë komunale, me synimin për rritjen e efikasitetit dhe ndërgjegjësisë në punë. Në këtë proces, Shabani shprehet se do të emrohen njerëzit më të përgatitur dhe më të dëshmuar në fushat përkatëse, duke vënë në plan të parë profesionalizmin dhe performancën në shërbim të qytetarëve. Po sigurisht tani jemi në mandatin e tretë, domethënë përvoja jonë është mjaft e mirë. Tani kemi edhe çështjen e koalicioneve, që me partnerët e koalicionit do të ulemi dhe do të bëjmë bashkarisht më të mirën e mundshme për të mirën e komunës dhe për të mirën e qytetarëve. Edhe mes nesh ka një harmoni që të bëjmë zgjedhjen nga gjithë ne, cilët do të jenë më të mirët, më të profesionalizuarit në drejtimet të caktuara dhe ata do të udhëheqin qoftë të drejtorit, të sektorit e kështu me radhë. Isen Shabani tashmë i është rikthyer plotësisht ushtrimit të detyrës. Ai bën të ditur se për vitin e parë të qeverisjes ka të gatshme 11 projekte konkrete, ndërsa si prioritet kryesor vlerëson ndërtimin dhe kompletimin e rrjetit të kanalizimit në gjithë territorin e komunës së Vrapçishtit. Realisht ju kërkoni 3 projekte, nuk mund t'i ndaj 3 projekte, se të 11 projektet kanë, domethënë, leje ndërtimi, urdhëres për punë, mjete të siguruara dhe gjithë janë prioritet se këtë vit do të fillojnë të gjithë. Po që më prioritet apo më përmburje ta themi është çështja e kanalizimit që kemi filluar me kanalizim në gjithë territorin e komunës së Vrapçishtit. Kjo është më me mburje, kurse projektet tjerë janë domethënë duke filluar nga fshati Gradec deri në fshatin Vrapçisht, janë 11 projekte që kanë filluar 5, tani së shpejti fillojnë tek të 6 dhe në periudhë kohore 3 muaj apo 4 muaj tani që jemi dhe në kohë të timrit, për 4 muaj do të mbarojnë këto projekte. Të 11 projekte, flasim për 11, dhe të gjithë janë një prioritet. Rruga e Kalishtit u bë mollë sheri mes palëve politike në zgjedhje që lan pas. Disa nga banorët e zonës u shprehën mosbesues ndaj premtimit të dhënë nga kryetari i komunës. Por sot, pasi zgjedhjet kanë përfunduar, ai e ripërsërit zotimin. Rruga e Kalishtit do të bëhet brenda këtij viti. Kemi dy mundësi, të filloj domethënë nga buxheti i komunës apo të filloj domethënë me thirrjen e tretë. Besoj që në pranverë apo në prill më së vonti do të jetë thirrja e tretë, domethënë nga Kredi Hungareze. Mendojmë që projekti fshatit Kalisht të jetë në thirrjen e tretë, në qoftë se nuk do të ndodhë thirrja, atëherë do të filloj domethënë me buxhet të komunës, por këtë vit do të mbaroj rruga e Kalishtit. Këtë nuk e jap si premtim, po kam thënë edhe qytetarëve kur kam marrë pjesë gjatë kampanjës, këtë e bëjmë për si vend time për mandatin e tretë. Të jeni të sigurt. Shabani gjithashtu zotohet të siguroj ujë të bollshëm e cilësor për pije në çdo vendbanim të komunës së Vrapçishtit, edhe atë në çdo periudhë të vitit. Përpos fshatit Vrapçisht, gjitha fshatrat kanë ujë të pijshëm 24/7 dhe këtë vit e siguroj dhe e garantoj edhe fshatin Vrapçisht që do të ketë 24/7 ujë të pijshëm. I vetmi fshati i cili deri tani ka pasur ujë të mjaftueshëm, por nuk ka qenë i pijshëm. Jemi të vëdishëm ne, janë të informuar qytetarët dhe kjo ka disa vite që është, nuk është një vit, po ky do të jetë viti për Vrapçishtin që do të jetë i furnizueshëm 24/7 dhe ujë i pijshëm. Këtë e garantoj.
Me fillimin e këtij mandati të ri, Isen Shabani rikthehet në detyrë me projekte konkrete dhe premtime të qarta për qytetarët, duke synuar përmirësimin e jetesës së qytetarëve dhe forcimin e besimit në institucionet e komunës së Vrapçishtit.